Përshëndetje të gjithëve. Sot në kuzhinën time kam përgatitur një pjatë shumë të dashur tradicionale. Është puldeti me përshesh. Këtë herë e kam bërë pak ndryshe, pasi pulën fillimisht e kam zier në tenxhere dhe më pas e kam pjekur dhe rezultati doli fantastik. Por më shumë ndiqni recetën. Këtu kam pulën e detit, të cilën e kam coptuar në pjesë të vogla. Dhe kështu si e kemi, do ta vendosim në tenxhere. Mund ta zim në tenxhere të zakonshme ose në tenxhere presioni. Dhe nëse e përgatisni pulën në këtë mënyrë, nuk ju merr orë të tëra në pjekje. Por unë thjesht do ta ziej në tenxhere në multicooker për 20-25 minuta, sa është programi në këtë tenxhere. Do t'i shtojmë vetëm pak krip, as pak vaj, vetëm një filxhan me ujë dhe direkt në zjerje për 25 minuta. Për 25 minuta pula është zbutur plotësisht. Zgjedhim programin për pulë. E kemi gati, e lëm të përgatitet pula dhe ja si duket. Pula është zbutur plotësisht. Në këtë moment është gati për ta vendosur në tavë dhe t'i japim një pjekje derisa të marrin atë ngjyrën e kuqe të artë. Jo vetëm që përgatitet shumë shpejt kjo pulë, por del dhe tepër e shijshme. Mishi del tepër i butë, ngjyra perfekte dhe shija maksimale. Nuk po i shtoj vaj ulliri, por vetëm me yndyrën e pulës. Si e kemi, do ta pjekim për gati 40 minuta. Si e kam thënë edhe më parë, pikja varet nga furra juaj. Po duhet kontrolluar her pas here. Grim një qep në pjesë të vogla, pak vaj ulliri në tigan, e shtojmë qepën në tigan dhe do t'i bëjmë një skuqe të plotë. Ndërsa kulaçin unë e kam përgatitur më parë, masat unë i kam dhënë edhe në recetat e tjera. Kam bërë 1 kilogram me miell, 1 gotë me miell mistri, ujë aq sa merr për kulaç, vetëm krip dhe piper. Nuk i kam shtuar asnjë gjë tjetër kulaçit. Këtu grimt të brendshmet e pulës së detit, është pjesa e mëlçisë dhe e plëncit. E coptuam në pjesë të vogla, do ta skuqim bashkë me qepën. Qepa ka filluar të marrë ngjyrë. Është momenti për të shtuar të brendshmet e pulës. I bëjmë një skuqe të plotë. Lëngun e pulës do ta shtojmë në tigan, nëse duhet edhe pak ujë. E lëm të ziejnë derisa të zbutet qepa dhe plënci i pulës. E rregullojmë masën me krip, shumë pak piper të zi, por në energjikun do t'i shtoj bollshëm. Është në energjiku që e bën tepër të shijshme këtë recetë tradicionale. Edhe pula në furrë është pjekur, është gati. Shikoni sa e mirë që duket. E largojmë mishin e pulës nga tava dhe po tek e njëjta tavë unë do përgatis përsheshin. Në yndyrën e pulës unë do skuq pak kulaçin. Kulaçin e kam coptuar në pjesë të vogla dhe e kam gati. Është thjesht brumi përgatitur me sodë, krip, ka 1 gotë me miell mistri dhe ujë. I bëj një skuqe të mirë kulaçit duke e përzier her pas here. Dhe më pas pak nga pak fillojmë të shtojmë lëngun e pulës. Do ta lëm të ziejnë për 5 minuta duke i vendosur edhe mishin sipër. E ngjeshim pak në përshesh.
Dhe ja, ku e kemi gati. Gjithmonë gjelin e detit ose pulën e detit unë e kam pjekur si është, por i përgatitur në këtë mënyrë del me të vërtet fantastike. Oreks të mirë të keni.